Tashmë gjithçka është kompletuar dhe mbetet vetëm të caktohet mjeku që do të ofrojë shërbime mjekësore për nxënësit dhe stafin e shkollës Emin Duraku në Prishtinë. Kjo iniciativë e drejtorit të shkollës Visar Osmani, që një mini ambulancë të krijohet brenda hapësirës së shkollës, ka për qëllim ofrimin e shërbimeve të menjëhershme shëndetësore kurdo që është e nevojshme. Ideja është sepse shkolla ka pas të kaluar në shërbimet mjekësore. Vitet e 90-99 ka qenë shoqata Nën Tereza që ka pas ambulantat e veta, ndihmë komunitetit të përreth. Pas lufte kemi pas një periudhë deri në vitin 2007 stomatolog në shkollës. Mandej kur është rënu objekti, është bë objekti i ri, këto shërbime kanë mungu. Kur kom ardhur unë para 4 viteve, kom pas në projekt që ta reaktivizoj, ta funksionon me mjekut. Ja që tash në fund kam arrit me bo, është nevojë e domosdoshme, nxënësit ju hapët dosja këtu për drejtësia e nxënësit shkollës, edhe ne kemi edhe fëmijë me specifika ndryshme që duhet patjetër me qenë mjeku këtu. Kemi fëmijë me smundje epileptike, kemi fëmijë me smundje ndryshme që ne e dim se borvatimi me ta në baza ditore, po falë donatorëve, falë mizve shkollës, sot kjo është një realitet, dhe presëm nga drejtoria e shëndetësisë Komunës Prishtinës apo e punët tjerë që të angazhojnë staf. Besoj që prej shtatorit, nëse jo çdo ditë pas paku 2 javë mjeku tjetër shkollë. Shërbimet të përgjithshme, ndihma e parë, mandej nëse ka diçka të tje uzohet për mjekut me shku në spital apo kund tjetër. Thjesht në shqetësuese kon faktin sepse kemi 3 nxënës me smundje epileptike, kemi fëmijë me diabet që kemi situatat pakëndshme në baza ditore me gjendje të tyre shëndetësore dhe kjo ka qenë një lloj arsye e madhe që detyrimisht ne jemi obliguar që shkollat ofrojë edhe ndihmë mjekësore sepse duhet të ketë shërbime mjekësore për nxënësit. Një pjesë e konsiderueshme e pajisjeve udhëruan nga një ish nxënës i shkollës. I zancion donator, Dukalxhin Murtezi, ka sjell shtratin, ka sjell perdet të cilat montohen. Një OJQ ndërkombëtare më ka sjell pajisjen për identifikimin e problemeve në të parë fëmijë, me të pamur që kanë fëmijët. Një ish koleg i shkollës tash është në sferën e biznesit, ka sjell kondicionerin, ndërsa këto gjanat elementare të ndihmës së parë më kanë ardhur prej shtëpisë shëndetit, qendrës shtëpisë shëndetit në Prishtinë. Gjitha janë gati, vetëm duhet na kemi edhe staf me smundje kronike, në mesin arsimtarëve kemi mësimdhanë që janë me smundje kronike edhe pse jo mjeku tjetë këtu gjithmonë për krah nxënësve dhe për krah stafit arsimtar. Osmani thot se ka bërë kërkesa për të caktuar një mjek. Është dorëzuar në komunën e Prishtinës dhe në muajin shtator pritet të ketë shërbime funksionale për nxënësit. Unë në fakt komunën e kom qitë në këtë krym. Unë gjitha i kem përgatit vetë, me miqt, me shkollë, me kolektiv, tash pres komuna me plus stafin. Sepse është nevojë për 620 nxënës të jetë mjeku në shkollë. Kanë disa shkolla infermier, kanë disa shkolla mjek që kanë mbetë prej pas lufta, edhe Emin Duraku duhet ta ketë patjetër. Ato zotimet që i qes para veti, unë me çdo kush kam realizu. Edhe në çfarë do forme qysh mjeku ka me qenë shkollë. Ajo është çështje që jo pse po thot Visari, po është domosdoshme, është nevojë urgjente, jo një dëshirë, por është nevojë urgjente që të jetë mjeku në institucionin ku unë drejtoj. Për shkak të specifikave. Për momentin janë gjitha çfarë duhet për ndihmë parë janë gjitha. Nëse gjatë kohës ka nevojë për ndaj shërbim, unë e siguroj atë se kam atë problem fare, por për momentin çdo gjë që kërkohet për ndihmë parë shkolla i ka. Sipas tij, kjo dhomë ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme, duke pasur parasysh praninë e nxënësve me epilepsi dhe sëmundje të tjera në shkollë. Unë mendoj që kanë shumë punë tjera me bo ma urgjente drejt vinte edhe me mjekut. Disa jo krejt, kanë shumë punë tjera ma urgjente, tu përfshi sigurinë shkolla, që kanë disa shkolla, kanë sigurinë shumë brisht, përse të vinte edhe me mjekut. Ne jemi arë në fund të edhe me mjekut, nere kemi kry gjitha punë që kemi pas në bërë, mande jemi arë të edhe me mjekut, sepse kemi pas domosdoshme. Mirë është këtë se s'la shkollë,
Ne përveç qëllimit mjekut e kemi në kabinetin e logopedisë, është vetëm një shkollë në qytet që ofron shërbime falas për 25 nxënës që kanë probleme me artikulim. Dhe kjo është një ndihmë e madhe për fëmijët e nxënësit të shkollës tonë. Rrugës jam i kënaqur për fëmijët e shkollës. Kjo është njëra prej kërkesave, prej projekteve që kemi. Kemi dhe shumë punë tjera që kemi bë të mirë në nxënësve, por kjo ka qenë për këtë vit ka qenë prioritet dhe uroj që prej shtatorit të jetë funksionale dhe nxënësit thjesht një mirë, por ne të jemi mirë si staf kur e dim që kemi mjekun brenda. Për tjerat çështje, besoj që shtator je para gazetare që do të njoftohesh të thesarisë të rekrutimin stafit. Mësimdhënësi i teknologjisë, Sadik Vitia, tregon se nuk kanë qenë të rralla rastet kur nxënësit ndihen keq gjatë orarit dhe në shumicën e tyre janë njoftuar prindërit për gjendjen e tyre. Megjithatë, tani këto shërbime mjekësore do të ofrohen menjëherë në shkollë. Po neve si nxënës kam na shërby që ne nxënësit të cilat ka nevojë mu trajtuar këtë dhomën e mjekut, me dediku të dhoma e mjekut, sepse kemi raste kur fëmijët tonë mëngjes kur vinë në shkollë, paraqitet me ndonjë grep, ka ndonjë shqetësim, marramendje, atëherë ne si kujdestarët e klasëve zakonisht do të me thirr prindin, me njoftu prindin, po do të me liru nxënësit për kërkon ndihmë sepse nuk po ndihet mirë. Në qoftë se aktivizohet kjo dhome e mjekut, është për shtatorit ku tha dhe drejtori mundësisht kjo gjithçysh mu aktivizu për i mu shtator, do të thotë neve shumë në lesën si mësimdhënës, si kujdestari klasës që nxënësit të orientojnë të dhome e mjekut, që mjeku të parashe për nevojat, a ka nevojnë nxënësit të kthehet pranë në shkollë, mas një analize që t'ja banë, një hospitimi që t'ja banë. Mësimdhënësit më së shpejti mund të identifikojnë kur një nxënës ka probleme me shikimin. Në raste të tilla, dikur janë referuar te oftalmologu, ndërsa së shpejti fal pajisjes së re për detektimin e defekteve të shikimit, kontrollin do të mund ta bëjnë në shkollë. Kemi pas edhe si raste që kemi trajtu, do të thotë që kemi pas raste që fëmin që kemi vrejt që nuk po shef mirë, do të thotë mundohet gjithmonë me dalë bankën e parë, ka raste kur ne e vrejna, mirë po në këtë rast do të thotë ne e ozojnë edhe prindin që vëlla fëmija jotë nuk po shef mirë, pe vrejna në detyrë, ose kur e shiqon tabelën atje me përshkru në detyrë, do të thotë ne këto e kemi pak ma letë sepse drejtojnë atë mjeku dhe mjeku me sigurisë e drejtojnë të profesionalisti, të oftalmologu dhe besoj që ka me qenë një lehtësim shumë i madhë për fëmijët. Kemi edhe rastim si mëdhanë që nuk e ndinë ato për ato ka ndaj shqetësim, ndaj marramendje, ndaj bjen tensioni, ka nevojë me matë në tension, po që shjo shumë neve në leson. Sepse ne kemi ambulantat ku afer, po pse më shumë në ambulant kur e kena mundësin këtu, dhe thotë neve në leson shumë punë. Ashtë e domosdoshme për shkollë, përgjithësi. Shkolla tani është në pritje të miratimit nga komuna për të caktuar mjekun që do ta vizitoj këtë ambient 2 herë në javë. Për çfarëdo shqetësimi të nxënësve dhe stafit, do të ofrohen shërbime mjekësore pa pagesë.